Në një aksion të shpejtë dhe të koordinuar, strukturat e Komisariatit të Policisë Vlorë kanë finalizuar me sukses 2 operacione të rëndësishme kundër vjedhjeve në qytet. Operacionet të koduara 3 distrikt u zhvilluan brenda vetëm 24 orëve dhe çuan në pranga 2 persona të dyshuar si autor të disa ngjarjeve kriminale. Në kuadër të operacionit 3, policia arrestoi shtetasin Andrea Cela, 40 vjeç banues në Elbasan. Nga hetimet intensive rezultoi se Cela ishte autori i dyshuar i 3 rasteve të vjedhjes në subjekte tregtare të ndryshme në qytetin e Vlorës. Konkretisht me datë 2 maj 2025, ai ka hyrë në dyqan në lagjen 10 Korriku dhe ka vjedhur artikuj të ndryshëm, ndërsa vetëm pak ditë më parë, me 29 prill, kishte realizuar 2 grabitje të tjera në një lagje Pavarësia 2, ku kishte marrë një shumë parash dhe një tjetër përsëri në lagjen 10 Korriku. Por aktiviteti kriminal i Celës nuk kufizoi vetëm në Vlorë. Ai ishte shpallur në kërkim edhe nga policia e Elbasanit, pasi dyshohet se kishte grabitur një subjekt të llojit tabakino në këtë qytet. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë arritën të sekuestrojnë një pjesë të sendeve të vjedhura dhe mjete që dyshohet se janë përdorur për kryerjen e vjedhjeve, të cilat do të shërbejnë si prova materiale në procesin hetimor. Ndërkohë, në kuadër të operacionit të dytë të koduar strikt, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan shtetasin Besnik Çipi, 41 vjeç banues në Vlorë. Çipi akuzohet se me 2 maj 2025 në lagjen 10 Korriku ka sulmuar një shtetase duke rrëmbyer 2 varëse floriri dhe një çantë ku ndodheshin rreth 16.000 lekë dhe sende të tjera personale. Ky rast u konsiderua me rrezikshmëri të lartë për shkak të përdorimit të dhunës fizike ndaj viktimës. Policia e Vlorës theksoi në një njoftim zyrtar se ky sukses operacional është rezultati një pune intensive hetimore, ku janë përfshirë analiza të thelluara të pamjeve nga kamerat e sigurisë, verifikime të vazhdueshme në terren dhe shkëmbimi informacione në komisariate të tjera. Jemi të vendosur të luftojmë çdo formë të kriminaliteti që cënon sigurinë e qytetarëve dhe pronën e tyre, thuhet në deklaratën e policisë. Materialet procedurale për të dy të arrestuarit janë referuar tashmë në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, e cila do të vazhdojë me veprimet të mëtejshme ligjore.